E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi. Dasëm. Një dasëm që në fakt po ngjall kurreshtje të madhe tek publiku se çfarë do të ndodh. Rogerti është tepër i tensionuar dhe i ka lënë në fakt një amanet Juelës që t'i thot Gimbos që nuk e ka thirrë Rogertin në dasëm, ka bërë shumë gabim. Sonte në këtë dasëm do të performoj Artiola Tosca. Do t'jetë një dasëm fantastike, do me thënë është përzjedhur që të bëhet me komplet traditat shqiptare, me muzikën shqiptare, me këngët e bukura shqiptare, që do të na dhurojnë një adrenalin të paparë dhe do na kënaqin. Dhe do t'jetë një dasëm që do të na bëjë të gjithëve që ta duar trokasim. Interesante është që Rogerti është shumë i qetë dhe e shoh që po planifikon në fakt që ta prishën këtë eveniment. Tani, a është i iniciuar Rogerti nga produksioni për ta prishur këtë moment, për ta prishur këtë dasëm sepse u interesojnë klikimet, ose duhet edhe theksuar, kjo nuk është një dasëm e vërtet, kjo është një dasëm fiktive. Mua më duket që po, se po të mos kishte dorë produksioni në këtë mes, po të mos ishte produksioni ai i cili inicionte apo insistonte në këtë fakt Rogertin që ta prishën këtë dasëm, nuk do ta kishte publikuar videon. Do me thënë, produksioni në Instagram ka publikuar një video për të paralajmëruar të gjithë publikun shqiptar që prisni se sonte Rogerti do të bëjë namin. Dhe duke ja njohur natyrën Rogertit, që ka një temperament interesant, do me thënë, jam i bindur që fjalimi që do të thotë Rogerti në sytë të gjithë mysafirëve, të ftuarve special që ka kjo dasëm, sepse me qëllim do me thënë do ketë të ftuar special për ta irrituar Rogertin sa më shumë, Rogertit do t'ja prish momentin dhe Rogertit do t'a prish këtë dasëm. Unë mendoj që dasma do t'jetë kthimi i një lufte më të madhe brenda shtëpisë së Big Brotherit, një lufte që ne nuk e kemi parë akoma. Edhe pse Rogerti nuk ndalon me ofendimet ndaj Selinës, edhe pse mendojmë që nuk do të ndalon, sepse në qoftë se Selin do ta kishte ftuar Rogertin në dasëm, mendoj që do të ishte zbutur pak Rogerti në raport me Selinën dhe do të kishte bindur veten që Selin e ka falur dhe do t'i qaseshte pak më ndryshe. Por të ftosh të gjithë banorët dhe mos e ftosh Rogertin, unë mendoj që Rogerti këtë e ka marrë si sulm, jo si ofendim, po e ka marrë si sulm kundër drejt atij. Dhe kjo gjëja do ta bën Rogertin që do ta irriton në fakt shpirtërisht, që Rogerti të mos të qëndrojë i qetë. E shoh pak të tensionuar edhe Mirin. Më çudit fakti sepse Juela teksa qëndroni në verandë i thot Mirit nuk e di pse e bën ajo këtë gjën kur ka ndjenja për ty, dhe Miri vazhdon ta miraton këtë gjën. Ndërsa Rogerti vazhdon duke asocuar që Selin i vuri syzat me pijama vetëm e vetëm për ta parë Mirin. Do me thënë, brenda shtëpisë së Big Brotherit, banorët akoma mendojnë që Selin ka ndjenja për Mirin. Por duke parë mërzitjen e Mirit në këto orët e fundit, do me thënë Miri është shumë i heshtur, nuk bën debate, vetëm rin në mendime. Tani, mua më vjen keq që po e them unë, sepse do thoni që ti tiron shpif, por unë komentoj mimikat, unë mendoj që mimika e fytyrës është gjysma e të vërtetës. Dhe në momentin që një zotëri, një burr, rrin aq i heshtur, rrin aq i mërzitur, rrin aq i stresuar, se nuk është se e kanë larguar Mirin nga dasma pa ka arsye Miri që nuk është ftuar në dasëm dhe të ri mërzitur. Unë mendoj që Miri ri mërzitur sepse Miri e ndjen Selin, dhe Selina e shoh që i ka sytë e Miri, por e ka në këtë kuptimin sikur po i hakmeret, do me thënë. Por unë mendoj që Miri ka emocione brenda shpirtit të tij për Selinën, ka ndjesi për Selin, dhe kjo gjëja e çon Mirin që të jetë kaq i heshtur. Do të shohim se si do shkon dasma, do shohim se si do shkon vazhdimësimi i ditëve, por Mirin e shoh shumë të lënduar. Dinamikat ka nisur, lufta ka nisur dhe ka filluar që të bëhet nami brenda shtëpisë së Big Brotherit.